Snapchat isn't working. Snapchat is shutting down. My Snapchat does not work. Snapchat doesn't work. Hopën flakat, ku kus po mban Snapchati. Sot nuk do të flasim për teknologjinë, por për njerëzit që s'mund të jetojnë pa të. Siç e dim, gjatë ditës së djeshme, aplikacioni Snapchat është bllokuar për disa orë, e ku cili preku miliona përdorues në mbar botën. Gjithashtu, ka shkaktuar panik dhe shqetësim edhe në Kosovë. Shumë përdorues raportuan se u humbën mesazhet dhe kontaktet e tyre pas një problemi teknik që lidhet me shërbimet e Amazon Web Services. Shumë prej tyre në Kosovë madje dërguan një tekst ku këndse është njoftim zyrtar nga Snapchat dhe që duhet dërguar 20 personave për të shpëtuar llogarinë e tyre. Por çfarë po ndodh me ne? Pse kaq shumë panik për asgjë? Pse e kemi ndjenjen që ne nëse nuk jemi online në rrjetet sociale, nuk ekzistojmë? E këtë gjë na ka shpjeguar në mënyrë të detajuar sociologu Jaher Sumiqi, ku në një prononcim për gazetën Infocus na tha se kjo situatë nuk është vetëm një çështje teknike, është tregues i varësisë që njerëzit kanë krijuar nga rrjetet sociale. Për më shumë, ndihni deklarimin e plotë të tij. Për një pjesë të madhe të përdoruesve, Snapchat është bërë pasqyra e vetëdijes së tyre sociale. Kur kjo pasqyrë fshihet, personi përjeton boshllëk dhe pasiguri në identitet. Ndërprerja nuk ishte vetëm mungesë funksionaliteti, por ndërprerje e përjetimit të vetvetes në sy të tjerëve. Në mënyrë simbolike, rrjetet sociale janë vendi ku unë ekzistoj për të tjerët. Kur ai vend ndalet, njeriu përjeton një krizë ekzistenciale të ngjashme me ndjenjen e izolimit apo të refuzimit. Ky reagim është një tregues i një realiteti postmodern. Njerëzit nuk jetojnë më vetëm në botën fizike, por edhe në një botë digjitale të ndërvarur emocionalisht, ku humbja e qasjes është e barabartë me humbjen e komunikimit, të përkatësisë dhe shpesh të qetësisë shpirtërore. Në fund, ai bën thirrje se para se të lidhemi me botën virtuale, duhet të rilidhemi me vetveten reale. E pra miq, kriza e Snapchatit ndoshta zgjati pak orë, por na la shumë për të menduar. E ju në komente na tregoni se si e përjetuat këtë bllokim.